Projekt ligji për buxhetin edhe ashtu ka orë shpejt dhe ne në rrumë një pikë 3 një ditës pikërisht për shkak të mos qartësisë në fushat e veprimtarisë që mbulon komisioni. E ne në këtë relacion ne kena një buxhet që po ashtu nuk e dim sakt sa është buxheti që ka me dominu apo ka me mbulu sektor që i mbulon ky komision. Pra në esencë që ditën e parë ne nuk e dim cilin buxhet kemë me komentu dhe me trajtu sot këtu. Sepse nuk i kemë sektorët, ministrit që realisht janë të parapame. Pra është një buxhet i vitit kalum, nëse nisëm vish prej pjesës së parë të emrimit komisionit buxhetit për mjedes, dhe në start e shohim që atje kena një zbritje të buxhetit minus 0.5% e pastaj një numër i madh i pengesave apo punësive që vërtet vetëm fusha e mjedisit do duhet kishte një qasje shumë më serioze në ndarjet buxhetore, prandaj mendoj që unë personalisht mendoj që komision aktualisht s'ka asnjë qartësi, përveç asaj që duhet formalisht me marrë një vendim, përndryshe nuk kena asnjë raport real për buxhetin. Cilat fusha i kem, sa janë ndame, e kështu me radhë. Po mbi të gjitha po them që të pjesa mjedisit unë kam vërejtje tepër të mëdha që buxheti nëse kështu miratohet, problematika që trajton sfera e këtij komisioni kanë me qenë delikate me mujt me realizu çfarë do objektive qofshin ato, veçanërisht në sektorin e ujrave, të mjedisit e të planifikimit hapësinor, që pajtohen që është sfidë e përgjithshme e shoqërisë tonë. Tashmë na e dim edhe pjesën e miratimit kuvend atje që ka kaluar legjimtar dhe nështë duhet me kalu, po vërtet kështu është diçka që nuk mund të arshitojmë nëse institucionet e marrin fjalën që kanë me rishqyrtu shumë shpejt, nështë është i vetmi, si me thonë, shpresë që ky rishqyrtim i buxhetit me ardhë, me fushat e ndara për komisionin, me planifikim të mirëfillt buxhetor për secilin sektor dhe me qartësi cilat janë prioritet. Ne nuk mundna me miratu buxhet ku vetë qeveria realisht ende nuk i ka caktuar prioritet. Ku vetë qeveria ende s'ka pru plan buxhetor të mirëfillt, harmoni me ndarjet që i ka të sektorve. Ne deri në këtë moment e kena edhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe të mjedisit bashkë. Ne nuk e dim ende a kem kompetencë për mjedes edhe për infrastrukturë, sepse tashmë këto dy ministri që ishin bashku dikur dhe tash janë do prap, buxheti është jashtëzakonisht i paqartë këtë relacion, dhe mendoj mendimin dhe nuk muj me votu këtë kështu, sepse kur gjë nuk kam të qartë, as juridikisht, as praktikisht në kuptimin e asaj që llogaritet si komision që ne mund të ambulojmë apo mund të thirrmi në një fakt, në një shifër, në një projekt. Spari ju uroj sukses edhe punë të mbarë këtë komision. Pajtona me ato që ka thënë deputeti në fjalë, mirë po përveç konstituimit të komisionit nuk besoj që duhet na edhe buxhetin me votu për shkak se është edhe një afat kohor deri sot apo deri nesër në ora 12 për me u dorëzu amandamentet, kështu që na edhe si komision duhet me diskutu që me i përgatitur edhe na amandament nëse kemi për komisionin për mjedis, kështu që unë e shoh të paarsyeshme me u votu ky buxhet në këtë mënyrë, sepse ende nuk e dim as sa ka buxhet kjo ministri, as nuk e dim se si do të planifikohet buxheti për këtë ministri. Kështu që edhe amandamentet, edhe është shumë e rëndësishme që ky komision të shtyhet përveç konstituimit të mos votohet si buxhet. Faleminderit. Ju përshëndet të gjithë dhe fillimisht më lejoni që t'ju uroj punë të mbarë dhe besoj që së bashku me angazhimin tonë si qartë do t'japim kontribut që çështjet me rëndësi që bien fushëveprimin e këtij komisioni të shtyhen përpara në mënyrën më të mirë të mundshme. Është hera ime e parë në këtë komision dhe natyrisht fokus veçantë ka dhe fushëveprimtaria që cilën do ta përcaktojmë. Por me qenë se lam këto për një ditë tjetër, unë propozoj që në kuadër të asaj që tha dhe kolegu Salizyva, që ne duhet me qenë të harmonizuar politika qeveritare, sidomos me linjat buxhetore që bien nën përgjegjësinë e këtij komisioni. Nuk do të ishte ide e keqe që me këshir mundësina me bo një takim punë kështu, disa ditorë nësa nevojë, edhe me përfaqësuesit e Ministrisë së Linjës, cilët ne i mbulojmë, që t'i harmonizojmë politikat tek pjesa që bie në fushëveprimin tonë, fjala si komision.
Edhe mbase kështu do të ishim edhe më të qartë se si do të veprojmë tash tutje. Edhe do ta kemi kështu ma lehtë ta kryejmë punën tonë. Dhe për çështjen e buxhetit, mbase në një situatë shumë normale këto vërejtjet e kolegëve të opozitës qëndrojnë, sepse nuk do të ishte kështu në procedurë përshpejtuar, duke u bë kjo punë, por marr parasysh urgjencën. E dini shumë mirë se si është puna e këtij buxheti. Kjo buxhet është i hershëm, por marr parasysh urgjencën që e kemi si Kosovë, mungesën e miratimit të buxhetit, na duhet të veprojmë kështu. Në një situatë normale natyrisht do të ishte krejt keq ka po thuni, sepse kërkesa është parimore qëndrueshme, por nuk mund të neglizhojmë qoftë edhe një ditë mos me pas Kosovë buxhet. Prandaj besoj që është plotësisht e kuptueshme dhe arsyeshme kërkesa edhe kryetarit edhe gjithë anëtarëve që mendojnë që do të trajtojnë këtë pikë. Faleminderit. Ka dikush? Atëherë, unë rekomandoj që të procedojmë me votim. Atë kush është për? Kundër? Abstenim? Do unë përfundoj kjo pikë e renditjes.